Një tjetër zë në këtë histori është Mimoza Terzia, një nga gratë e para në këtë njësi të rrezikut të lartë. Besom hala nuk e harroj. Është një arritje e ëndrës teme që ka qenë që besom që edhe sot kur zgjohem mëngjes kam frikë se mos po më çon dikush prej ëndrës me ma desh uniformën. Do të ka qenë një ëndër e jam me vesh uniformën. Është një ndjenje pa përshkrueshme kjo pjesa e rrezikshmërisë që unë s'muj me quajt edhe që është punë e rrezikshme, se për mua është një nder edhe privilegj me bë këtë punë edhe këtë detyrë që m'jep një krenari jashtëzakonisht madhe që me ditë që jam këtë detyrë këtu ku jam sot.